Jozi u pendua për situatën me Gjestin. Valbona Mhilli rrëfen se si ka reflektuar miku i saj pas Big Brother VIP Albania. Elita Rudi është rikthyer me sezonin e ri të programit The Elite, ku të ftuar kishte ish-banoren e Big Brother VIP Albania edicioni i 4, Valbona Mhillin. Duke qenë se kishte mik të ngushtë, Josefin Markun, ajo u pyet për situatën që mori vëmendje të madhe ku e kishte goditur me shuplak në fytyrë Gjestin. Ajo theksoi se këngëtari është penduar dhe këtë e ka shprehur me të gjithë, madje edhe në për intervista. Jozi ndihet shumë keq për situatën që ka ndodhur dhe absolutisht që e mirëpret dhe ka shumë respekt për Gjestin, u shpreh ajo. Më ka shprehur personalisht përtej kamerës. E ka shprehur dhe ka dhënë mendimin e tij se si ndodhet për situatën e ndodhur, theksoi tutje. Sa i përket raportit me fituesin e këtij edicioni, gazetarja tha se ka kontakt her pas here dhe se ndiqen në rrjete sociale. Me Gjestin kam pasur komunikim para disa muajve, por këto kohët e fundit jo. Më pëlqen, është shumë energjik, aktiv dhe lojërat që i bën her pas here në Instagram, shtoi Mhilli. Valbona së shpejti ka premtuar se do të rikthehet edhe në ekran me projekt të ri. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.